Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video. Sot do të kemi një unboxing me veshje. Do të jenë të gjitha veshje pranverore. Do ju tregoj se si janë në foto dhe si janë në realitet. Pra si ka ardhur modeli, copa, dhe do ju tregoj të gjitha këto veshje duke i provuar dhe duke i dhënë edhe vlerësimin tim. Këtu kam veshjen e parë dhe do ju a tregoj. Unë i kam provuar dhe janë veshje shumë të lezetshme, por do ja tregoj një nga një. Ky është fundi roz, që unë e kam kombinuar tek video që do shihni në anë të ekranit. Është shumë i lezetshëm, ka një material të butë dhe më pëlqen pjesa që ka këtë si copë poshtë, që të mos jetë i dukshëm. Gjithashtu më pëlqen edhe pjesa e ripit këtu, që ta thekson belin dhe është shumë i lezetshëm. Këtu kemi veshjen tjetër, unë i kam vendosur pra në dy qeses kur i kam hapur, po do ja tregoj një nga një, sepse secila veshje vjen në qesën e vet. Do vendos këtu. Kjo është bluza, është një bluzë le të themi, është e holl, por është okay për verë, jo shumë për pranverë, sepse në pranverë ka dhe ditë që nuk bën aq nxehtë. Kjo ka një material shumë të lezetshëm, por duhet vishet me diçka poshtë, sepse është pak e dukshme. Diçka që s'më pëlqen është materiali është pak i ashpër, nuk është pambuk, por ka një pamje të lezetshme dhe mund të bësh kombinime të ndryshme. Siç e keni parë, unë kam bërë një kombinim këtu tek videoja që po ja tregoj, është e lezetshme dhe duket kështu, ka edhe këtë detajin këtu. Do vazhdoj edhe me një kombinim tjetër. Janë këto pantallonat, janë pantallonat të shkurtra, më pëlqen pjesa që nuk janë shumë të shkurtra, janë me një gjatësi normale, pra sepse më pëlqen pantallonat e shkurtra në verë, por jo kaq të shkurtra, ndërsa këto ka një gjatësi shumë të bukur dhe një ngjyrë shumë të lezetshme. Më pëlqen sepse është një material i holl, por ka edhe këtë pjesën poshtë që nuk është shumë e ashpër, pra ka një tendencë është pak më e butë poshtë. Dhe siç e keni parë te kombinimi që unë do të lë në njërin anë të ekranit, duket shumë bukur i kombinuar. Mund ta vendosni si në xhinse, mund ta vendosni edhe në fund, pra mund ta kombinoni si të doni ju. Këtu kemi disa aksesorë të tjerë. Atëherë, të disa i kam hapur, edhe janë të hapura. Këtu kam marrë disa lule. Janë këto lulet këtu, që do t'i shihni këtu, pra të gjitha këto që unë po i tregoj, i kam të kombinuara në video dhe do ju a tregoj në anë të ekranit. Pra janë 3 lloj lulesh, po unë vendosa që të provoj këtë tek fundi, sepse duket më bukur. Çfarë më ka pëlqyer tjetër janë këto 2 zinxhirët që vendosën si në xhinse si në fund, dhe njëri nga zinxhirët ka këtë detajin këtu të fluturës dhe është gold, ndërsa tjetri është silver dhe ka të njëjtin detaj. Pra janë njësoj, thjesht kanë ngjyra të ndryshme dhe mendova që ti marr për t'i kombinuar në pranverë dhe në verë, sepse do dukeshin shumë bukur. Një tjetër aksesor që kam marrë është këtu, është shumë i lezetshëm dhe ka këto 2 lulet këtu dhe kombinohet shumë bukur, besoj me veshje si në pranverë si në verë. Pra kam marrë disa aksesorë që t'i kombinoj me veshjet për t'i dhënë veshjes edhe pak më shumë detaje. Një tjetër veshje që kam marrë është kjo këtu. Është një bluzë e bardhë e thjeshtë, siç e shihni edhe te kombinimi, ka këtë detajin këtu të fjongos dhe është shumë e lezetshme, pra më pëlqen shumë material i kësaj bluze se sa bluzës tjetër, pasi kjo është më e butë, pra ka një njësi pak më shumë si pambuk. Nuk e di se çfarë lloj materialit është, me thënë të drejtën. Ja, për kuriozitet do e shoh. Është poliester, nuk është pambuk, nuk është se e prita që të jetë pambuk, por gjithsesi ka një ngjësi shumë më të mirë se sa bluza tjetër dhe është më e freskët. Tani do t'ju tregoj edhe një diçka tjetër, sepse siç ju thash kam marrë shumë veshje dhe janë shumë të bukura. Këtu kemi një tjetër veshje. Kjo veshja këtu është një fustan. Është shumë fustan i bukur. Është fustan i gjatë, është shumë i bukur, ka këto ripat këtu, ka edhe këto detajet këtu. Unë do ja tregoj siç ju thash secilën në video të provuar. Materiali nuk është materiali më i mirë, por më pëlqen sepse është i lezetshëm për ta kombinuar ose për ta veshur
le të themi në ndonjë pasdite si pranverore si verore. Kemi dhe një tjetër veshje, nuk e di është veshja fundit sepse do të shoh tek të pakoja. Kjo veshje është, le të themi, më e preferuara pas fundit. Është një kostum. Në tregoj, këto janë pantallonat, më pëlqejnë pantallonat sepse nuk janë shumë të gjata deri kur të bie në tokë dhe kanë edhe këto xhepat, më pëlqen shumë ngjyra, ka një ngjyrë jeshile shumë të lezetshme dhe le të themi është shumë e bukur për ditët e pranverës ose për pranverat pasdite ku mund të jetë pak më freskët, është shumë e bukur dhe vjen me një këmishë. Dhe vjen edhe me këtë këmishën. Këmisha më pëlqen sepse është e gjatë, duke qenë se pantallonat kanë atë tendencë që të jenë pak të dukshme dhe kjo këmisha është perfekt që ta mbulojë, le të themi, që të ndihesh rahat. Materiali është okay, është poliester edhe ky, nuk është pambu, por ka një material, le të themi, jo shumë të bezdisshëm për lëkurën dhe mund të durohet. Dhe është i bukur, pra siç e thash, unë doja të provoja se si janë foto dhe se si vinë në realitet dhe deri tani nuk është se kam pritshmëri të këqija për të gjitha veshjet, pra kanë ardhur siç janë në foto. Unë sigurohem që sa herë të marr produkte të shoh edhe review-t e klientave të tjerë, se njerëzit të tjerë që kanë blerë, të shoh foto që ato kanë lënë për të krijuar edhe të idenë se si do të jetë produkti që do të vi tek unë. Do shoh që se kam veshje tjetër, në qoftë se jo, do ju tregoj të gjitha veshjet këtu në njërin anë dhe ju të zgjidhni se cila është më e bukur. Dhe këtu kam një palë syze, u habite sepse këto ishin shumë të bukura, janë shumë të bukura dhe më pëlqejnë këto detajet gold që kanë rreth dhe janë shumë të bukura. Pra ky është aksesori, le të themi, më i bukur që kam në të gjitha aksesorët që kam marrë. Këto ishin të gjitha veshjet, pra ishin diku tek 5 veshje të ndryshme që unë i kam kombinuar me aksesorë të ndryshëm. Këto ishin të gjitha veshjet, ju mund të shkoni të përdorni edhe kodin tim, sepse e kam lënë tek komentet, por do ta lë edhe këtu diku në anë të ekranit. Gjithashtu do të vazhdoj të tregoj edhe veshjet për të parë, për t'ju treguar edhe juve të gjitha veshjet të cilat unë tregova në këtë video. Më thoni se cila është veshja më e bukur dhe cila është e preferuar dhe a mendoni edhe ju se janë njësoj si fotot ashtu siç mendoj edhe unë. Shihemi në videon tjetër. Pafshim!